Gjithashtu, në emër të autorit, sepse ne sot jemi mbledhur për të promovuar një libër shumë të bukur për Delvinën, enciklopedin, Delvina dhe treva e saj. Dhe së pari, ju falenderoj në emër të autorit, Zotit Ilirian Haxhi, që e respektuat dhe nderuat me pjesëmarrjen tuaj në këtë promovim. Po të hapësh këtë libër të mrekullueshëm që nga pamja jashtë me duket çfarë force ka dhe peshe, sepse peshën ja jep ajo që është shkruar brenda, lexojmë që në faqen e parë disa fjalë të Sami Frashërit, që unë do t'i lexoj shkurt. Rrënjët e lashtësisë së mëdheut janë thellë në kohë. Ato rriten, ushqehen nga dheu dhe bi që jetojnë në këto troje. Ato mëkojnë mirësinë dhe dashurinë për Shqipërinë dhe arbërorët, kështu shprehin qëllimin dhe pavdeksinë në brezat sa të jetë gjithësia. Por nuk janë vetëm këto fjalë që kanë ngacmuar autorin. Janë edhe shkrimet e të madhit Noli dhe sidomos treprishit shpirtëror të tij, që kanë bërë që ndërgjegjja dhe përkushtimi qytetar i autorit Ilirian Haxhi të ngacmohet dhe ai natyrshëm t'i bëj vetes pyetjen. Po unë, që duhet të bëj për vendlindjen time? Për Delvinën, qytet me rrënjë guri, thot autori, të besës dhe fjalës dhe trimërisë. Për Delvinën tonë të bukur me ato tradita aq të mahnitshme, që të gjithë ne i dim dhe shumë prej tyre i kemi trashëguar. Për atë vend banim të lashtë dhe unik. Por autorin e bren edhe një merak. Vallë, ky brez i ri që vjen në kohë moderne, ai një të parët tanë, historinë, gjyshrit, stërgjyshrit, nga vim, nga jemi, ku shkojmë, ku jetojmë, e shumë pyetje të tjera. E thot autori, këto gjëra më shtyn që të marrë një vendim. Unë Delvinjoti, brez që lidh epokat, sa bukur e thot. Një djalosh nga një fis sa i lashtë që është edhe qyteti i Delvinës. E pra, duhet shkruajtur diçka, thot autori, sepse duke shkruar njihet historia. Pa shkrim, nuk ka histori, nuk ka memorje, nuk ka trashëgimi. Dhe ne sot kemi në dorë një libër të mrekullueshëm. Unë do thoshja një pasuri me shumë vlera brenda. Që të flas për Delvinën unë, nuk do të flas sepse do flasin të tjerët, por do thoshja vetëm pak. Do ta përkufisoja me 2 vargje të një kënge të sazeve të Delvinës, që janë po aq të njohura në traditën popullore shqiptare. Njihen sa saze ka pasur Shqipëria. Një ndër to janë dhe sazet e vjetra, që vazhdojnë edhe sot sa bukur të ecin në gjurmët e të parëve tanë. Vargjet thonë, Delvin e bardha Delvin, Zambak e ke historin. A dua një duartrokitje nga ju? Nuk do t'i kursejmë duartrokitjet për Delvinën tonë. Atere, që ky Zambak të jetë vërtet Zambak, i freskët, i bukur, ne duhet të shkruajmë, apo jo? Të shkruajmë të gjithë çfarë dim, kujtimet, mallin, mbresat, sepse këtë do t'ja u trashëgojmë brezat që vinë. Dhe në një bisedë që kisha me Ilirianin, pasi më foli me aq entuziazëm, se sa me dashuri e kam bërë këtë libër, tha, sa jam përkushtuar, tha, sa merak kam pasur, me thjeshtësinë e tija më thot, pranvera, jo gjithçka është e përsosur.
Unë dua, tha, dhe dëshiroj që për Delvinën të shkruajnë të gjithë. Ashtu ne do të nxjerrim në pa dhe do t'i mbajmë të gjalla vlerat e atij vendi të mrekullueshëm. Ne sot nuk do zgjatem më, unë do ftoj Rudina Selimin. Janë disa që kanë dëshirë të flasin, kanë lexuar librin dhe do të flasim për vlerat dhe vlerësimin që i bëjnë këtij libri. Por nga auditorit të gjithë janë të lejuar të shprehin çfarë dëshirojnë ata ose edhe ndonjë kujtim të bukur. Ta bëjmë kështu si një familje e madhe, do jetë më këndshëm. Urdhëroni zi. Përshëndetje të gjithëve. Ndihem e nderuar që sot jam në këtë sallë të mbushur me pinjollët e familjeve të nderuara Delvinjote dhe të ftuar të tjerë të nderuar. Intelektuali nderuar Delvinjoti Lirian Haxhi, që na mblodhi sot, po na lë në duar një xhevahir të çmuar, të zbukuruar me shumë gur margaritar, të rritur në familjet e në vatra Delvinjote, që do të shkëlqejnë e do të shkëlqejnë përgjithmonë. Ata janë bijtë e bijtë më të mira të Delvinës dhe të 28 fshatrave të saj. Duke lexuar këtë libër, pas çdo faqe, gjen përgjigjen e pyetjes që autori ngrin në parathënie, që e tha dhe Vera. Vallë, brez i ri që vjen në këto kohë moderne, i njeh të parët tanë, historinë, gjyshërit, stërgjyshërit, legjendën e bistricës lumshum që mbante gjallë jetën në këto troje, të Kuçedrës, shtektimin mira vjeçar, kush ishim, ku ishim, nga vijim, kush jemi, ku jetojmë e ku shkojmë, luftrat, betejat, fitoret dhe humbjet, heronjt, sakrificat mbi jetën, këngët, traditat, mikpritjen, bujarin, besimin te Zoti, luftën e klasave, radhët për të siguruar bukën e ditës. Jo pak herë duke lexuar këtë libër, do t'ju ngjethet mishi e do t'ju mbushen syt me lot nga krenaria që do të ndjeni, ashtu siç ndjeva dhe unë. Por vlerat që flen në këtë tokë dhe troj martire, për që si thot autori, duhen zgjuar, sepse në to flet një histori brillante. Delvina mendohet se u krijua pas rënies të Fojnikes. Ky qytet i vjetër i vendosur mes qyteteve dhe krahinave të njohura për adhetari e arsim, si Gjirokastra, Konispoli, Filati e Janina, ishte edhe një nyje fuqishme tregtare, ku kishte shumë banor që lëviznin për tregti, bereqet, liri, për libra, shkollë, njerëz të pushkës dhe penës, që i dhan pesh fjalës, traditës dhe diturisë. Burimet historike sjellin të dhëna se në këtë zonë kishte shumë vreshta dhe prodhoi sasi e madhe vere, dhe mendohet se emri Delvin mendohet se i ngeli nga kjo gjë, nxirret verë, do të del verë. Fakte që në këto troje të lashta përveç se trima, në atë rritin edhe bij të mençur e të mirë arsimuar, është edhe biblioteka e Delvinës, që del në dokumentat e shekullit të 17 si një nga më të vjetrat e më të pasurat në vend. Në këtë bibliotekë përfshiheshin libra dhe botime të fushave të ndryshme, si ato fetare, letrare, historike, monografi si dhe kodik të ndryshëm të kazas së Delvinës. Emancipimi i shoqërisë Delvinjote vjen nga emancipimi i gruas dhe i nënave Delvinjote. Jo rastësisht në shekullin e 19 në Delvin ka patur një shkollë femërore, ku mësonin rreth 90 vajza Delvinjote në një vit. Kjo shkollë u hap në 1 janar 1873. Por sigurisht që para kësaj shkolle ka pasur gjithmonë shkolla, por që kanë qenë më shumë mashkullore se çka qenë koha. Shkolla shqipe në Delvin u hap në 20 mars 1909, nën kujdesin e shoqërisë Bashkimi dhe kryetarit të Bashkisë Delvin të asaj kohe zotit Namik Delvina, i cili në fjalën e tij drejtuar popullit ditën e hapjes së shkollës u shpreh: për shkollën, për mësimin e gjuhës shqipe, të përpiqemi me mend, me shpirt e me kulet. Më i madh rrezik se padia nuk ka. Shkolla e parë shqipe në Delvin u drejtua nga patrioti dhe mësuesi i nderuar Xhelal Berberi. Tradit që do ta vazhdonin në arsim një numër i madh pinjollësh të kësaj familje të nderuar dhe arsimdashëse Delvinjote.
Gjimnazi Delvinës u çel në 2 shtator 1957, me 60 nxënës dhe u drejtua nga mësuesi Leonida Lica, dhe ishte shkolla e parë mesme që është krijuar në rrethin e Sarandës dhe Delvinës. Pas 2 vitesh hapet shkolla bujësore, që u çel në 1 shtator 1959, me 60 nxënës dhe e drejtuar nga mësuesi Gani Berberi. Harmonia fetare ishte dhe është një aset i historisë të djeshme dhe të sotme i bashkëjetesës së popullit të Delvinës, ku më shumë se kudo shkojnë vargjet e rilindasit tonë. Ne vërtet kemi barjam e pashk, por Shqipërinë e kemi bashk. 3 religionet fetare, muslimanët, krishterët dhe bektashianët, kanë pasur një harmoni aq të fortë mes tyre që do ta gjeni me shembuj në këtë libër. Jeta kulturore e Delvinës ka qenë gjithashtu shumë e pasur në art, sport e kulturë. Jo më kot, artisti i popullit, koreografi i shquar Agronalia, në një intervistë ku pyet nga gazetari se nga e ka trashëguar talentin në muzikë, se prindrit e tij nuk i kishte artist, ai u përgjigj: "Mos harroni, un kam lindur në Delvinë." Muzika tradicionale e popullit të Delvinës është e përfaqësuar nga sazet e Delvinës, që janë dekoruar me titullin Mjeshtër i Madh në 17 janar 2019 nga presidenti. Ato ruajnë tabanin muzikor, traditën, zakonet, kulturën e muzikës qytetare delvinjote. Jeronim Derada në veprën Rrëfimet e Arbrit thot se Atëdheu i tij është qyteti Delvinës, dhe duke e sinkronizuar me muzikën polifonike, ai për sazet e Delvinës thot: "Klarineta ja merr, violina ja kthen, lahuta dhe defi i mbajnë ISO." Delvina është një gur i çmuar dhe për turizmin shqiptar, me sajtet e saj turistike. Në Delvinë në lagjen Xhermhall është kompleksi i parë islamik në Shqipëri. Është kalaja e Xhermhallës që i përket shekullit të 5 dhe të 6 në një formë unike, 5 këndore, që siç do thoshte edhe kronikani i Ylvia Çelebi i Sultanit, ajo është e vogël por e pamposhtur. Ka fshatin e Kamenicës që ende nuk është zbuluar plotësisht, kalan e Turiqit në Kalas, kalan e Slapojit në Vergo, manastirin e Kamenos të shekullit të 6, manastirin e Kostarit, urat mesjetare të Kalas, ujvarat e Tatzatit, e mbi të gjitha xhamin e Rusanit, pra të Gjin Aleksit, që është një dëshmi e gjallë e harmonisë të 3 feve të zonës tonë. S'po flas për kryeministra, ministra, deputet, shkencëtar, arsimtar, profesor, doktor, docent, kolonel e ushtarak të shquar, filozof, biolog, agronom, veteriner, inxhinier, arkitekt të shquar që kanë nxjerrë këto troje, se do t'i lexoni vetë dhe s'dua t'ju shuaj kurreshtjen. Shpresoj të jetë një augur i mirë ky libër për të frymëzuar delvinjot të tjerë, të shkruajnë për këto troje dhe bijtë e saj. Urime Zoti Ilirian. Ftoj korektojnësin e librit Zotin Bekim Alizoti. Përshëndes gjithë pjesëmarrësit, për vlerësimin që i bëjnë takimit, njëkohësisht edhe autorit të këtij libri, Enciklopedia, Zotit Ilirian. Unë jam marrë me anën teknike të librit. Megjithatë, kam bërë një vlerësim të librit, enciklopedi, sepse të flasësh për libër artistik është tjetër gjë, dhe të flasësh për enciklopedi është gjë tjetër. Kam bërë një përgatitje të shkurtër. Do të them disa fjalë për të libër, i cili është krijimi i dytë i autorit, krijimi i Ilirianit. Votimi i tij i parë është i vitit 2017. Është me kujtime, mbresa, ndodhi kushtuar familjes, fisit dhe njerëzve të afërt të tij. Babai i tij, pra Kamberit. Titulli i librit të parë të autorit titullohet Në rrjedhën e viteve. Ky libër ka stilin e një prozatori. Udhëpërshkrimi i narratorit nga këndvështrimi i njeriut me horizont, ndjesi shqiptare dhe patrioti qytetar të kohëve të sotme. Libri që kemi në dorë, që shikoni këtu, ose më drejt, botimi, që kemi marrë sot enciklopedi Delvina dhe trevat e saj, është një lloj tjetër. Ajo përfshihet në botimet shkencore, shoqërore, enciklopedike, burimore, që kanë qëllim dhe mision veçantë. Autori nuk është filozof, as studius, etnograf, historian, por është ekonomist, siç e njohim gjithë. Por ai ka njohur të vënë jetë
ligjësitë shkencore të hartimit të një enciklopedie, duke filluar nga parimi, metodologjia, qëllimi sidomos nga e vërteta dhe informacioni do të përcjellë te lexuesi. Këtu gjejmë të mishëruara dhe fjalët e Viktor Hugoi, që gjithë e njihni, i cili thekson se kush ka ëndra beson në të ardhmen dhe kush beson guxon. Autori ka shkruar, ashtu si shumë krijues, prozator, poet, romancier, i nxitur nga dëshira, patosi, obligimit dhe dashuria për vendindjen, Shqipërinë dhe Delvinën, lagjen, traditën, kujtimet e heronjve të transmetuar në breza, kujtimet, gjuhën, objektet. Më falni, mund t'i fikim telefonat, se krijojnë shqetësim. Objektet, traditat, muzikën e melodit e Delvinës dhe trevave të saj. Të shkruash është kulturë, dituri dhe dhunti e njerëzve të emancipuar. Pa shkrim nuk ka histori. Historia është bie e diturisë. Dhe për ata që vënë mendjen, energjinë, përvojën e tyre në themelet e artit dhe të kulturës kombëtare. Libri është një botim i dytë i autorit, ose i kolanës enciklopedi për Sarandën dhe Delvinën, pas botimit të mësuesit, studiuesit dhe historianit të apasionuar, Apostol Pango, enciklopedi Sarandë Delvinë, viti 2002. Autori ishte original në librin e tij dhe ruan originalitetin. Ka ndjekur rrugën e tij. Për këtë Platoni na thot, kush i shkon mbrapa dikujt, nuk i shkon mbrapa kurkujt, por ndjek udhën e tij që e kanë hapur të tjerët. E vërteta dhe dia janë përbashkëta dhe kanë vlerë për gjithë. Të flasësh për një libër, një botim nuk do të thotë që të thurësh lëvdata me fjalë të mira dhe pompoze për autorin, pa e cënuar atë si personalitet, por të flasësh për enciklopedinë e Ilirianit, Delvina dhe trevat e tij, e saj do të thotë ta vlerësosh atë. Është një libër shikohet në këndvështrimin e vlerave, utilitare, praktike, dhe që ka mesazhe që përcjell te lexuesi. Sa ai ndikon në ndryshimin e lexuesit dhe sa lexuesi në ndryshimin e shoqërisë njerëzore dhe të brezave? Vlerat e kësaj pune, qëllimet dhe synimet e autorit, ndikimi që ka dhe do të ketë në breza, do të thotë të tregosh sa kujtesa historike e mbështet atë, sa realiteti dhe sidomos brendia, zërat e rubrikat e enciklopedisë, mallëngjenjtë moshuarit, befasojnë lexuesin qytetar pasionant, shprehin interesin e shkollarit, studentit dhe vlerësimin e akademikut apo studiuesit për misionin që do të realizojë. Pra, po e renditim këtë enciklopedi shumë planshe, të gjerë dhe gjithëpërfshirëse, si një libër dhe si objekt leximi, dhe të referimi për historinë, që e bën jo vetëm autorin, por dhe lexuesin më shumë Delvinjot. Kur sjellë dhëna burimore, luftëtar, përmendore, betejë, dhomat e tyre dhe figura historike i bën më shumë ata patriot. Kur jep njerëz të penës, ministra, profesor, studius, gjuhëtar, i bën të ndjehen më shumë krenar. Në parathënien e librit të tij autori i referohet Noli si korifeu, apostolli, kërkimtari, shkruesi, oratori i letrave shqipe, një prej figurave të rralla shqiptare që si poet, politikan dhe shqiprus dhe poliglot që kishte idhull kombëtar Skënderbeu. Kjo është një meritë e tij, që pa fjalë, por me nën tekst thot se ku e gjeti motivin e hartimit të kësaj enciklopedie autori. Dhe ku? Në dashurinë për vendlinjen, Delvinën, në respektin për historinë, atdeun, në vlerat e traditat delvinjote, mikpritjen, në merakun e tij si intelektual për të ardhmen. Dhe Iliriani ka dhe kishte një merak që tani realizohet sepse librin e botoi. Pra, vallë brezat që vinë, kohët moderne, i njohin të parë, gjenezën, legjenda, etimologjinë e qytetit, lagjet, oikonimet, pazarin me famë të dëgjuar në Janin, Filat dhe Gjirokastër, zhvillimet periudhën e komunizmit, realizimet, minierën e Kripës, gazpërcjellësin Delvin Ballç, kultet fetare, harmoninë, betejat për liri, radhët e gjyshërve për Bajguri dhe Krip, bijetesën, luftën e klasave, si dhe plagën e kurbetit të ri të quajtur emigrim. Them se në këtë enciklopedi ai e ka realizuar. Edhe dashurinë për vatën amtare, ashtu se vlerëson Noli. Atje ku qielli është pare, majave të eprave ku shqiponja flutron lehtë, uji gurgullon dhe krojet burojnë të kristalit të pastër. Atje ku quhet vendi im, ku kam lerë, ma ka ëndra të shkojë të jetoj, edhe se nëse nuk e shtëpi, ke mallin e tokës, gurit, pragut, ke ndjesinë e cicërimave të zojve, vesës së arave, mund të ndërtosh një kasove,
dhe ta shijosh për gjithmonë. Enciklopedia është konceptuar me 300 artikuj, fusha dhe në fusha të ndryshme, që ndryshojnë epoka me informacione, argumente, sisteme, patriot, shkencëtar, kulturë, pushtime, përurime, qytete, fshatra, hidrografin, muzikën, organizata dhe relieve. Një vepër shumë e pasur, me shprehje dhe pasuri gjuhësore, ku flitet dhe shkruhet tërësisht shqipja autoktone qytetare, me frazeologji dhe shprehje popullore. Gjithashtu, vepra ka edhe ilustrim, si një domosdoshmëri e ligjësi në enciklopedit të fjalor enciklopedik, me rreth 170 foto, originale të qytetit, të krahinës, të heronjve, personaliteteve, veprave, dëshmorve dhe kronikave. Ndonse këtu i bëjmë një, ndonse do të ishin më të arrira fotot dhe do të kishin një ndriçim dhe kthjellësi artistike. Materiali është renditur sipas rendit alfabetik, ndërsa kronologjia vjen me trajtimin burimor të autorit. Autori, jetë shkrimi, veprimtaria, kontributi dhe ndihmesa për vendin, qytetin, apo dhe shembulli brenda dhe jashtë vendit, në epoka dhe kohë të ndryshme. Nga 300 zëra dhe trajtime të ndryshme të sjella, me risi bashkohore janë. Rreth 60 zëra, patriot, figurat shquar, luftëtar, heronj, udhëheqës qetash, komandant ushtarak, dëshmor të atë njerëz të penës dhe diturisë, disa prej tyre janë lokal, të qytetit, disa kombëtar, me tituj, grada, fetar, patriot e tjera, si Abdyl Koka, Avni Bej Delvina, Demir Kuçi, Elmaz Kallapodhi, Ismet Shushi, Desko Raça, Leila Malo, Kamber Haxhiu, Leonida Çavo, Mehmet Hado, Müslima Maca, Nimet Abazi, Namik Delvina, Nafiz Adëri, Petro Elie Delvina, Sabri Abazi, Gjelal Berberi, Rakip Demo, Spiro Gjika, Sami Koka, Suleman Delvina, Shahin Delvina, Tuto Vizari, Tahir Kuçi dhe Kosta Çavo, një pjesë si ka marrë. Rreth 40 zëra, mësues, profesor, doktor, shkenca, studius, gjuhtar, etimolog, muzikolog, një zëvendës kryeministër, Suleman Delvina. Në qeverinë me kryeministër Panoli, Suleman Delvina ka mbajtur postën e zëvendës kryeministrit dhe ministri punëve të jashtme në vitin 1924. Një general dhe ministri mbrojtjes, Fisho Musaki. Ministra dhe zëvendës ministra, Anastas Duro, zëvendës ministri drejtësisë 2003-2008 dhe ministri punëve të jashtme 2008. Vendi Çuçi, Spiro Peçi, Ylli Çabiri, 20 zëra, politikanë dhe deputet, si Feti Rugji, Fehim Godo, Hikmet Delvina, Sabri Godo, Ilvo Haxhi Qiraku, Ismail Hakit Azzat, Jani Melo, Lefter Konomi, Luan Baçi, Namik Delvina, Niko Naçi, Thoma Miço, Vasil Zhupa, Vasil Melo, Andrea Marto, Elvis Meço, Temistokli Bahajman. Si dhe kompozitor dhe koreograf, Limozi Zari, artist, Hajrie Rondo dhe Teofil Haxhian. Fisnik, Nikola Sari, mori titullin fisnik në vitin 30 të shekullit 17 nga Komiteti Ortodoks i Venecias. Skulptor, Shaban Adëri, skulptor i popullit, nderuar me çmimin e Republikës së klasit parë, muzikolog, ushtarak, misionar fetar, tregti, zejtari, shkolla, shoqata, banka, studiues dhe gjuhtar etnograf si historiani Luk Karafil. Në prizmin bibliografik, kjo enciklopedi është e karakterit burimor faktik, me metodologjinë e verifikimit praktik dhe dokumentimit, duke hedhur dritë për çdo artikull për të cilin ka shfrytzuar arkiva, monografi, fjalor të dhëna nga interneti, studime historike, figura, biseda, intervista, shënime të moshuar me dëshmi dhe faktet e tyre, sidomos shkencore, proces verbale, data historike dhe betime patriotësh. Kjo enciklopedi për Delvinën dhe trevën e saj, por jo vetëm mund të shërbejë: 1. Si dëshmi historike dokumentare e brezave për të ardhmen. 2. Si kujtesë kolektive që transmeton krenarinë qytetare delvinjote dhe më gjërë. 3. Si invitar i hapur, ku mund të shënohen dhe gjëra që sjell koha dhe zhvillim. Faqet e këtij libri janë ashtu siç thot autori në parathënien e tij. Margaritar vlerash historie, ku çdo kështjellë është një betejë, është një kujtim, çdo luftëtar është një hero. Hero është një lapidar ngritur nga historia. Çdo këngë në null është një bekim për atë. Çdo gërmë alfabetit është një rezatim i dritë në tempullin e dijes dhe çdo paragraf është një art në vetë. Unë nuk jam delvinjon, por që nga viti 58-60 në Delvinën më lidhin njerëz të mi që jetojnë atje. Do të përmend një nga zërat e enciklopedisë që më kujton moshën time 6-7 vjeçare. Kur shkoja në Delvinë te dajot e mi me emri Mehmeti, më çonin te Gega e Delvinës,
për kufetat dhe kokoshat e tij, të cilat i kam kushtuar një tregim të gjatë. Kush ose shumica juve që jeni ulur këtu, mbase prindit e gjyshit, natyrisht në një kohë ose moshe relativisht viteve 70-80, nuk është emërsuar me kufetat e Gegës Delvinës. Pra, kjo është një rësi autorit, ku autori në zejët e tij Delvinës sjell me vërtetësi dokumentare llojet e zejeve që ishin dhe ushtronin aktivitetin e tyre në këtë qytet. Në vitin 1922, në këtë qytet funksiononin 26 lloj zejesh, 185 njësi shërbimesh, si kafene dhe pjetore 22, këpucari 13, gjelltore, rosiqeri 12, hotele, hane 9, dyqane përshitje mishi 6, kovaçana, njësi shërbimi 4, bilehe kur punusit e Delvinës, në disa studius historian, si te romani historik i Sabri Godos, të Trevës së Jugut mendohet se ka të dhëna se në Delvinë në periudhën e mesjetës prodhoshin gladiot, shpatat e shkurtra që përdoreshin kundër pushtuesit turk. Edhe më vonë, sipas këtij zëri të enciklopedisë, ishin zanaçin si Kovaç, Nazifi i dëgjuar në këtë qytet. Ka të dhëna sipas enciklopedisë që në këtë qytet kishte reparte të vogla për riparimin e anëve dhe prodhimit barutit vitit 1878. Libri është edhe një provë për të vënë sedër kujtesën dhe kureshtjen e zhvillimit në fushat të ndryshme. Ai na thotë, ndriçimi publik i Delvinës bëhej nga bashkia dhe fillonte me rënien e mbrëmjes. Punëtori i parë i këtij qyteti ishte Qamo Kafezi, me fener me vajguri. Në hapësirën kohore të mesit ditës, ora 12:14, ishte pushimi dreks, ndërpritej çdo aktivitet. Gjithashtu enciklopedia na flet, Delvina ka patur edhe një hidrocentral. Hidrocentrali i Delvinës u ndërtua në vitin 1951 dhe shfrytëzonte ujërat e vrizit, që krijonin një katarak me lartësi 15-20 metër, ku ishte mulliri i blojës së dritit pronë e familjes Tabako. Në vazhdim të tij u ndërtua hidrocentrali lokal dhe u quajt nga populli hidrocentrali Kamber Haxhiu. Vendi quhej Vuv nga vetë forma e reliefit të tokës. Energjia fillimisht ndriçoi qendrën e qytetit dhe më vonë pazarin e ri dhe kinema 1 Maj. Klubi i futbollit Delvinës u krijua në mesin e viteve 20 të shekullit 20. Ka një fillesë interesante. Në Sarand erdhi një anije franceze. Marinarët deshën të vizitonin qytetin e Delvinës. Ata shprehën dëshirën të bënin një ndeshje miqësore me të rinjtë e Delvinës. Kur u larguan, topin u afalin të rinjve dhe kështu lindi interesi për futbollin me pasionin e të riu delvinjot Stefo Gjimo. Si fillim u krijuan 3 ekipe futbolli. Temistokli Gërmenji, Nimet Abazi dhe Namik Delvina. Në vitin 1940, në Delvinë u zhvilluan ndeshja e futbollit midis ekipit Nimet Abazi dhe ekipit ushtarak italian të divizionit që ishte distrikuar në Delvinë. Më vonë mori emrin Puna dhe në vitin 1964 mori emrin Bistrica me futbollistë të talentuar si Bujar Hado, Jani Gjat, Osman Hasan, Jorgo Koçi, Naqe Eliazi, Lavdrim Beqiri, Tomson Haxhiu, Kujtim Rakipi e të disa tjerë. Kështu, futbolli u rrit dhe u zhvillua, edhe në vitet që pasuan dhe arriti rezultate të larta me Bistricën dhe Trojante Delvinës. Respekte dhe përshëndetje djemve të futbollit delvinjor. Dua i përshëndetje. Nuk mund të vi pa përmendur. 2 nga figurat e enciklopedisë që në këtë enciklopedi, me talentin e tyre, kanë bërë breza, gjenerata, të rinj, të reja, plaka, pleq, të qeshin, të argëtojnë, të mbojnë dhe këndojnë këngë parodi, Teofil Axhianin dhe Hajdi Rondo. Teofili, për talentin e tij spikatur, në interpretimin artistik personazhe të ndryshëm komik, me nivel të lartë me një karrierë që zgjat rreth 30 vjet, është vlerësuar nga populli, nga njerëzit e thjeshtë për humorin, interpretim brillant, ritmin e parodive, bile dhe imitimet si Teofili. Një figurë e dashur dhe respektuar. Do doja të ishte i pranishëm Teofili sot këtu, por si thot autori, nuk është i pranishëm. Respekt dhe mirënjohje për Teofil. Hajdi Rondo filloi punën si aktore në teatrin Bylis të Fierit. Ka lozur 100 role. Si aktore e talentuar e filloi punën edhe me filmat. Nëntori 2, Një emër midis njerëzve, Kush vdes në këmbë, shkëlqeu në filmin Prallë nga e kaluara. Është qytetare nderi e qytetit Delvinës, mbetet një figurë aktore dhe njeriu më emblematik i qytetit. Megjithëse u zgjata pak, por desha të përfundoj këtë shkrim të shkurtër të bërë këtë enciklopedi me një përshkrim. Themelet mbi rrënojat e një kishe bizantine, apo manastiri, ndërtesa kultfetar, xhami, emri i saj Xhamia e Gjin Aleksit, vendodhja rusa,
Gjin Aleksi, fakt do me thënës dhe i rrallë në Balkan dhe më gjërë. Ajo ka një emër unikal. Unë nuk jam historian, unë jam letrar, mësues i letërsisë për 40 vjet, por që këtu mund të ketë historian që flasë dhe për këtë. Pra, ky është një tregues për ekzistencën dhe bashkëtesën fetare në këtë trevë, por edhe një nga shembuj të rrallë në Shqipëri dhe pse jo në botë. Mirënjohje dhe përshëndetje autorit për enciklopedin, pasionin, dashurinë e tij për qytetin e lindjes, merakun për brezat, kohën, vlerat do të vinë, vlerat që ka ky botim në shekuj do të vinë. Faleminderit. Faleminderit. Për replikë se këta të konis polit kanë qikë gjelozi që s'kanë kryeministër në atë të tyre. Sulejman Delvina ka qenë kryeministër në qeverin pas pavarësisë në 1920 nga Kongresi i Lushnjës së Shpallët dhe në 1924 ka qenë zëvendës kryeministër në qeverin e Nolit. Shumë faleminderit. Mirë, foli goxha, po kjo dora ime e di çka hequr. Megjithatë nuk kanë kohë jo. Në fakt, kurioziteti urdhë është që ju vetë do ta lexoni librin edhe do t'i keni vetë ato për shtypjet. Ftoj tani Halil Shabani, historian, personalitet të Shqipërisë do të thoshja, sepse i ka bërë vend për të mbajtur këtë titull me shkrimet dhe me oponencën që ai bën vazhdimisht. Përshëndetje të gjithëve. Dhe prish pak monotoninë e të folurit të gjatë. Shkurt do them disa gjëra në këndvështrimin e historisë ose të një historiani për Delvinën. Mua më ra shorti sa mbarova shkollën e lartë, 3 vjet kam punuar mësues i lëndëve shoqërore në bujqësorinë e Delvinës. Bashkë nga afër. Sigurisht që ka qenë një shtysë e madhe për Delvinën, pasi teorikisht kisha informacione të bollshme nga dokumentacioni. Hym në temë. Delvina e krijuar në gjysmën e dytë shekullit të 6 pas Krishtit, me kalan e Delvinës nga generali Ostrogot Delva, fillon historinë e saj dhe i ka ardhur Delvinjotëve me dokumentacion të pasur deri në periudhën e luftës parë botërore nga historian dhe kronikan deri te ata kronikanët turq. Unë doja të theksoja këtu se ky libër i Zotit Ilirian është një vazhd e madhe dhe është një punë kolosale që rrallë kush mund ta bëj mbështetur në këta historian dhe kronikan të Delvinës. Së pari është kodiku i Delvinës. Është burimi të gjithëve që kanë shkruar më mbrapa, që fatkeqësisht i mungon faqja 1 deri në 16 me periudhën e prehistorisë dhe antikitetit. Një dorë e ka hequr këtë dhe nuk gjenden këto faqe të para. Megjithatë jepen nëpërmjet dokumentacionit të arkivit në Janin tregues të kësaj natyre. Dhe autorët e parë të enciklopedisë Delvinës janë Vasil Bara, historian, Themistokli Bamiha, të dy këta nga Delvina, dhe arkeologu nga Drovjani, Nikola Mustaqidi. Këto të tre janë baza e të gjithë historianëve që kanë mbështetur. Vazhduesi i tyre ishte historiani Apostol Pango, që i ka kushtuar enciklopedinë Delvinës, dhe ky libër është pasuruar mëtej nga Zoti Ilirian. Do me thënë, enciklopedia është pasuruar prej Ilirianit, me këtë punë jashtëzakonisht të madhe, e mbështetur tek këta autor, mjaft të goditur të kohës, por edhe i ka shtuar trevën e saj dhe rrethinat, që nga fshati i Taxatit në Perëndim dhe deri tek Muzina në Lindje. Kjo është një pasuri shumë e madhe. Tani unë dua të theksoj cila është struktura shkurtër e këtij libri. Struktura e librit është për mua 75% janë personalitetet Delvinës në qytet, s'ka nevojë të përmend emra, por edhe të periferisë,
që deri dhe kë personalitetet të tjera që kanë qenë dhe ministrët të luftës, siç është ai i Ismail Tadzatit, që njihet, dhe personalitete edhe pas viteve të luftës së dytë botërore. Do me thënë, këtë strukturë autori e ka marrë në vazhdim, duke pasuruar edhe në vitet e socializmit, pa e ndërprerë fare dhe në ditët tona. Kjo është meritet e tij. Do me thënë, për mua është një enciklopedi që ka pasuruar autorët dhe historianët që kanë së pari kanë dhënë për Delvinën, që nga shekulli 6 pas Krishtit. Në këndvështrimin tim, çfarë ka pasuruar? Dihet se vitet 90 sollën shumë ndryshime të tjerë. Këndvështrimi ose vendin e dytë përveç autorëve ose personaliteteve, për mua e zën luftra, të cilat i ka shtjelluar, por unë jam në anën e shikimit të luftrave sipas dokumentacionit të arkivit të qarkut të Gjirokastës të luftës antifashiste nacionalshqiptare, se këtu ndahen në dy grupe historianët. Dhe unë bashkohem me grupin e realitetet të këtij dokumentacioni, që është një luftë reale, sidomos ajo e 21 korrikut të Delvinës, edhe të tjera, si edhe ajo e Skërficës, e të tjera me radhë. Do me thënë se janë pa realisht zhvillimet e betejave, të luftrave, duke mbështetur në të dhënat dhe nuk mund të themi ose nuk mund të kalojmë në anë të tjera që të rishikohet historia e luftës antifashiste nacionalshqiptare. Për këtë e përgëzoj. Gjithashtu dua të them se sot çfarë ka ndodhur në lidhje me këto libra që janë pikante dhe që ju lën brezit të ardhshëm pas nesh. Sot kanë ndryshuar gjërat pasondjetës për mendimin tim. Njëri mund të shkruaj një poezi me 2 strofa, 10 të tjerë e urojnë. Shumë bukur. Sot mund të bëj një tregim unë, matematikë historike e tjera. Të gjithë thonë fjalët më të mira, por që të bësh një libër të tillë në një histori shumë vjeçare të punës së tij kungulse, është tamam një kolos i mendimit. Prandaj unë mendoj se brezat e ardhshëm kanë çfarë mund të lexojnë, si edhe neve, për ato që kishin mangut personalitetet e tjera të historisë të rrethit Sarandë e Delvin. Unë them se në veçanti, Zoti Lilian ka shtuar atë që deri në vitin 1957 Delvina ishte kjo qendër, që nga 1555 qendër Sanxhaku që erdhi nga Vlora dhe u vendos në Delvin, shumë e pasur, por rënja e Delvinës këtu, shigjeta e saj se qytet bie pas 57-s, ku qendra e rrethit kaloi nga Delvina në Sarandë. Rënja e Delvinës për mua ishte ajo ndërtimi i rrugës automobilistike te Lugina e Bishticës dhe rruga e vjetër Zbehu, që ja arriti, mund të themi, afër Konispolit. Megjithatë, në këndvështrimet e mia, ky është një libër mjaft pozitiv që çdo kush mund të jo vetëm pasuroj dijet, por edhe të frymëzohet për ta çuar më tej këtë të ardhur të madhe të Delvinës që do të ringjallet me siguri. Ju uroj sukses. Faleminderit Halil. Çarka. Në fakt e tha bukur tani në fund. Çdo kush nga ne kur të lexon atë libër, edhe ne që jemi lindur e rritur atje, po flas për vete tani, jo se i di të gjitha historitë e Delvinës. Jo, as pak. Duke shfletuar librin, mësova shumë gjëra që nuk i dija. Për shembull, e tha dhe Rudina për Delvin. Ne kur ishim të vegjël, thoshim me njëri tjetrin, lagja vare, ka pasur shumë vare këtu, thoshim ne. Varoshi, po Delvin, edhe bëni me njëri tjetrin. Po ja, ndaje, Delvin, dalin dhe hyn shumë edhe ikin. Pse? Po se ka qenë shumë vilajet që ka qenë, pazari madh, prandaj e ka marrë Delvina. Në fakt mësova që Delvina e ka marrë nga tjetër që emrin Delvin. Po pra, unë nuk e dija dhe nuk është turpë shku nuk doj që të mësosh. Po, tani e ka fjalën ai që na mblodhin e sot, autori i librit, Iliriani. Do rish atje apo? Do ta mbash vetë mikrofonin. Në radhë të parë faleminderit për pjesëmarrjen dhe interesimin që patët që na nderuat sot
mua për promovimin e enciklopedisë së trevës tonë, të Delvinës tonë. Është një nder i madh dhe detyrim për të gjithë neve që për vendlindjen, për origjinën, për trevën, për vendin tonë të lëmë diçka ose të studiojmë diçka ose brezave të lëmë diçka më parë duke u referuar atyre historianëve, atyre paraardhësve tanë, të cilët vendosën atë gurët kilometrik për shkruajtjen e historisë së një populli të tërë, për shkruajtjen e një qyteti, për shkruajtjen e historinë e një treve, të një krajine ose një të një rrethë. Falenderit për konsideratat që shprehen gjithë parafolësit. Unë jam munduar që më këtë enciklopedi, pas unë të nxirja ato vlerat e atij qytetit, të cilin na ka arritur, na ka edukuar, që ka qenë një qytet që cilit ka kontribuar dhe ka reflektuar në zhvillimin ekonomik, politik, social, patriotik edhe në rang vendin. Në qoftë se do të krahasojmë dhe do të studiojmë për nivelin e qytetit tonë të Delvinës, krahasimisht, nuk flas për qytetet e mëdha, si Gjirokastra, Vlora, Berati, Durrësi, Korça, por të qytetet e tjera ne kemi një larmi dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e këtij populli. Dhe e rëndësishme është jo vetëm të flitet, po e rëndësishme është të shkruhet se ajo ngelet. Mua më ka iniciuar kjo, e kam kohë që kam punuar për këtë libër, dhe duke konsultuar, kam mbledhur, kam intervistuar, kam lëvizur me dhjetra, me qindra njerëz, kam kontaktuar, dhe ajo që më ka bërë përshtypje të gjithë delvinjotët, kudo që janë, brenda dhe jashtë vendit, kam pasur një interesim të jashtëzakonshëm për të dhënë një informacion ose një detaj ose një histori për fshatjen e tij, për qytetin e tij, për lagjen e tij dhe për familjen e tij. Të gjitha këto unë i kam mbajtur shënime dhe i kam sintetizuar në këtë. Ne jemi një treve i cili ka 232 km². Kaq përbet treve Delvinës, nga Avarica Drovjani deri në Taxat, në vilën e Taxatit, të cili përfaqëson të rreth 21% të sipërfaqes së iqretit Saranës. E përbën nga një qytet edhe 28 fshatra, që përmbën 28% të qendrave të banuara të iqretit dhe 20% të popullsisë të iqretit Saranës. Por këtu ka një material ose një pjellje të madhe dhe një kontribut të madh të cilin mund të shkruash, mund të lumtosh, mund të studiosh, që cilët unë kam përmbledhur në 300 artikuj dhe 178 personalitete të ndryshme të kësaj treve në histori. Prandaj ky qytet dhe kjo trevë ka rëndësinë e saj dhe në ana historike, dhe në ana kulturore, dhe në ana artistike, të cilët i kemi ulumtuar dhe i kemi thënë. Qyteti Delvinës ishte një qytet i lashit që tanktar dhe qytet i vjetër, që përbesh nga familja 185 fise, që unë kam gjerë para 12-ës, të cilët 131 ishin musliman dhe 34 ishin me të besimit krishterë. Por, e rëndësishme, gjatë gjithë periudhës historike të tjere, bashkëtesa dhe misia midis tyre ka qenë e pa parë, shumë e mirë. Nuk ka vend e qytetit në Shqipëri që të ketë në brenda komunitetit të tij të një qyteti, të ketë një komunitet me identitet grek minoritar, por kjo ka qenë. Dhe ata me krenari gjithmonë, si të gjithë neve, ne jemi delvinjot. Kjo ka qenë motoja, kudo që të takoje, kudo që të trokisje, kudo të futje në një republikë, në çdo qytet, ai thoshte se unë jam delvinjot. Gjatë kësaj kohe, neve jam munduar që t'i përcaktoj periudat që nga të hershmit, në Sanxhaku, në 1550-ën, si pas studiusit dhe profesorit Tollum Qupi, u krua Sanxhaku Delvinës duke marrë një pjesë të Kurveleshin, Gjirokastën, Tepelenën, Libovën, Mazrekun, Paramithin, në vilajet Janinës, dhe u krua Sanxhaku dhe në 1581, një qendër administrative shumë e fuqishme, edhe moli më i rëndësishëm i saj ishte Butrindi, të cili në atë kohë komandohej dhe drejtohet dhe në Sanxhaku dhe në Venecianat, për rëndësinë dhe volumin e madh që kishte. Të gjitha këto rrugë të shpinin në Delvinë që shpërndajshin në Janin dhe kudo.
Gjatë kësaj kohe, por këtë historikun e kësaj, ngjarjet e treve e përbënin njerëzit. Ne kemi një pasuri të madhe, se ne kemi shumë patriot, ne kemi shumë njerëz të shkolluar. Ka njerëz në qytetin e Delvinës dhe treva saj që janë qenë të shkolluar dhe më përpara. Dhe ata që në Veneci, që në Athinë, që në Rom, që kudo në këto vendet e Evropës, të cilët kanë hedhur kujtimet e tyre dhe kanë punuar kujtimet e tyre. Dhe e rëndësishme e tyre kanë qenë që të kishte zhvillimin e arsimit. Që në 1909 në Delvinë kishte 250 nxënës dhe 5 mësues, një QFM. Në qytetin e Drovjan kishte 200 nxënës dhe 4 mësues. Dhe në fshatat e tjera vazhdoi. Në 20 mars të 1909 u hap shkolla e parë shqipe në shtëpinë e feudalit, që blegarit për patriotit Qinirajt në Mukurs. Ajo u bë në gjithë mësuesi i parë ka qenë, si që thanë paraforsit, kryetari i parë i bashkisë, patrioti i madh, që ka një rëndësi të madhe dhe kontribut të madh, në qoftë se Sulejman Delvina, vllai i tij, kishte një kontribut kombëtar në çështjet e Shqipërisë, ai ka një kontribut shumë të madh në trevën e Delvinës jugore, pavarësisht detyrave që i kishte i caktoi Ismail Qemali në krijimin e qeverisë së parë të Vlorës. Ishin delvinjotët ata që më 4 dhjetor me porositë të Ismail Qemalit ngriti flamurin në Delvin, 4 dhjetor të 12-ës. Edhe kryetari dhe drejtuesi kryesor ka qenë Pasha i Delvinës, Mehmet Ali Pasha, pinjolli i parë i familjes Delvina. Dhe tjerë, dhe më 5 dhjetor të 1912-ës është ngritur Poki Grup, që ngrit Delvin, eri ngriti flamurin këtu në Sarand, të ishtë hoteli që rinte oficerat, se akoma nuk ishte larguar ushtria turke, oficerat turke. Pra, kontributet e tjere patriotve, kemi luftrat e Skërfisës, kemi luftrat e Dexhanit, kemi luftrat e Tatzatit, kemi 60 dëshmorë të kombit nga të cilët 5 gra. Flasë për 1913, 1920, 1914, që në këtë periudhë, po të ulumtosh, ata i sa kam ulumtuar unë, për mund të gjesh, rrallë mund të gjesh gra që të kenë luftuar dhe të kenë shpallur dëshmorë të. Në vazhdimsi, kjo ndoj që gjatë luftës nacional qimtare, edhe më vonë, kjo. Kemi periudhën e monarkisë, kemi lëvizjet e të madhe, të etem totos, që bazën dhe temelin për kundër monarkisë dhe për vendosjen e rendit republikan, lindi në Delvin edhe vazhdoj më tutje. Kemi figurat të mdaja. Kjo Delvin, të cilën këtë sipërfaqe, me ajtë kam gjerë, ka patriot, ka kryeministra, ka zëvëns kryeministër, ka 10 ministra, ka 24 deputet, që nga 1912 dhe deri në vitet sotme. Ka antar të qeverisë, ka antar të gjykatës lartë, ka generalët, ka komandantët, ka bërë një tavan dhe një kriter që të ndryhem figurat kryesore. Mund kemi shumë figura, por thelbi, kriteri kryesor timisht për të nditur ato figurat kryesore që ka rezervuar jo vetëm në trevën tonë, por dhe më tutje. Kemi akademi, kemi 3 akademi, kemi 2 rektor universitetesh dhe 2 në rektor, të cilët për fatë mirë janë të dhja gra, profesoresha, akademike, kemi një sër, kemi 3 mësues të popullit, kemi një sër, kemi 3 artistë të popullit, artistë të merituar, të cilët kanë kontribuar dhe rezatuar në gjithë Shqipërinë, shkrimtar, ushtarak të Zot, admiral të Zot, admiral të plotës tonë, detare, admiral të Zot, të cilët drejtues të rreteve, prefektë, në prefektë, kryetar bashkisë që nga 1912 a 1909 deri 1924 i kemi evidentuar në prefektë që nga krimi në prefekturës, kryetar të rretit, kryetar të lokalitetit, të gjitha merret. Kemi kaluar në periudhën neve gjatë luftës nacionale qimtare në kjo trevë, morën pjesë rreth 520 partizan, 91 dëshmorë, në cilat 500 gra. Janë bërë luftimet më të ashpra në zonë. Janë bërë luftimet, 4 luftimet që historiografia usharake i njeh si luftime që janë bërë të kombëtare në krahasim me përmasat dhe viktimat dhe pjesëmarrjen e forcave. Të gjitha këto janë që zhvilluan në trevën e Delvinës. Unë nuk mund të zgjatem më. Juve ata i zbërtiem se ju mbajnë edhe gjatë. Por jam munduar që në këtë libër, kjo është si thua një tull që unë munda të vendos në të.
të tjerët le ta pasurojnë. E ardhmja nuk është e zilë. Ne kemi një ardhme të mirë. Kemi ndjenja, kemi dëshira, kemi fuqi, kemi entuziazëm. Është një popull vital dhe kështu që çdo gjë do arrihet me dëshirën e punë. Edhe kam besim se duke u futur në këto historira, populli ton tamam e shkruan atë historinë e tij të zjarrt dhe të hekurt dhe ky vend gjithmonë do jetë, është dhe do të bëhet edhe më mirë. Këto janë kjo që më intrigon, më frymëzon dhe sidomos kjo pjesëmarrje sot këtu në të gjitha moshat, në të gjitha sferat, është diçka që njerëzit janë të interesuar për historinë e tyre. Duhet folur, duhet shkruar. Dhe në fund nuk duhet të mbaj shumë, faleminderit për pjesëmarrjen, faleminderit që ju mora në kohat tuaj vetjake, në problemet familjare, dhe gjithmonë ju uroj shëndet dhe kështu qofshim, patim dhe evenimente të tjera dhe shkënaqësi që ndodhemi bashkë. Tani në fund, po s'ka na një tjetër për të folë, mund të bëjmë lartë në lokal, të pim një ujë, një kafe, një gjë për në familja. Po ka na një gjë na një tjetër, edhe fundit, so që unë e kam shtipur të botuar të libër të shtëpia botuese Turdiu. Ajo është lidhur me një distributor për shpërndarjen e librit. E ka, libri është depozituar te librari Toena, te vajza tonë Delvinjote. Edhe një gjë ju them, edhe këtire që folën, por gjithë thelbi dhe shtira kryesore e këtij ndërtimi të Delvinës, që nga konsulenti, që nga redaktori, që nga piktori, edhe të tjerë, po jo për lokalizëm, të gjithë janë Delvinjotë.